arrim në këtë akordim. Sa për të qenit partijak, ne jemi partia ma e fort. Po, si kur t'ishte puna për jo partijak, nësë do të shkojshë në zgjedhje, selam. Mirë, dajde po provojmë edhe njerë. E pam që s'po funksionon, se po dojnë se cili më uni përfaqësum, me pas një fuqi politike. Mund t'jeti president jo partijak kur propozohet nga një subjekt. Një president jo partijak mund t'jetë vetëm kur është i propozum nga gjitha forcat bashkë, që kjo është me një konsenzus politik. Është problemi që s'po... Po kjo në bot, pa i paraprinit dialogin me fill. Jo, kjo po të kumi maru, unë mendoj që ka plot, edhe shqyqyr që ka plot intelektuale në këtë shtet që mujnë më bo president edhe kam pedigri. Partit politike po duan në emën të demokracisë me pas edhe ato hisën e tëne. Që zotë i kurti i dominant gjithë institucionet. Dojnë të në adhonë neve me shok, tonë mundë me kryqat pozicion. Basta dojnë. është puna që partit politike me të drejt po kërkojnë që edhe ato të ndjenë pjesë e proceseve ta udhëheqin institucion. Bëjt pjesë e procesit zgjidhjes presidentit për asë e ka votu pople. Kjo është e formulimi tisë. Po s'mund të reduktuan gjithë shka numra, asë e ka votu zgjidhjes e presidentit. Popli bje me reduktu gjithë shka numra. Proporcionalisht me ato që keni marrë mbështetjen në poplë. Shumë bukur, mirë, po populli zotit Kurti ja ka japë 53 mandate. A i kështu po thëtë. Ndërsa opozitës ja ka dhënë se po është ku 47 mandate. Që nëse shohim, janë prapërsisht të balancu me këto forca. Në emën të kësaj, unë e thash duhet me egzistu vullneti të zotit Kurti, vullneti politik, e mora në shembullin e zotit Rogova, duhet ata që kanë shku konstitutën ka mujtë me thonë, një parti që odhesh qeverin, nuk duhet të odhesh edhe me presidentin. Ata kanë ditë me shku këta. Po, ti qka po kërkan me udheq presidentin në rezendosja? Po kërkej me dhonë një president... Jo, valon autoritarizm s'po du, selam. Jo, nuk po du tri... Kështë formulimi jam, a shëndrimi jam. Ti po kesh interpreton. Unë po thëmë, pozitat një pas një parti. Partit politike duhet më bo pjesë e zgjidhjes problemit. Si, duke dhonë një emër me konsensus. Qka ka të keqë që këta, po më të regu? Po mërë dhe dalin për mu, jo vetëm konsensual, po leta propozojnë edhe partijak vrejt, leta propozojnë edhe partijak. Pse s'ndodhe kënë të ministeritë? Pse s'ndodhe kënë të ministeritë? Sepse kështë munges të theksume të dialogës si që ka dhe tani. Partit politike nuk janë të pjesë sikur të kishte për konsensual. Ja do të ndodhte herën e kalume, ja do të ndodhte fare. Se dhe zonja Feride Rushiti me marrë me këqyrë si pedigre, si angazhim, gru, me gjithat kontribut, së më shëtemja mohu jo në momentet fundis, së është desh më propozuar në momentet fundis. Sakt, mirë po do është më propozuar, një mujtë ditë për para më diskutu, do është edhe kështë mora apravimin e subjekte politike. Sikur se zoti Kurti që ka thonë. Me qanë korekt. Po du më president unifikuse, ka thonë fushat edhe këtu ti s'mundësh me i thonë me fajsu, me gjyku, e ka thonë në fushat që unë jam për kësile i presidenti. Edhe partit opozitore ka thonë se ne jena për president partijak. Bire, DDK-ja ka kandidu me zonjën Osmani tu e imponu si presidente edhe për një mandat. E këtu duhet mund zjedh kompromisi. Pra ndaj e thëmë, i madhi duhet me bo kompromisi. Përgjësia është të gjithve, duhet ja u jep pushtetën e